se keni menduar jetën dhe pastaj jeta jote ndryshoi totalisht? Realisht, unë jam arrestu në moshën 21 vjeçare, edhe në atë periudhë, në atë kohë, mes shumë solucionëm, kam pa vendosur me arrestu fakultetin juridik, mirë po për kundër dëshirave edhe synimet mia, jeta ka rrjedhën e vet, edhe shumë sa në jetë vinë në mënyrë automatike, spontane dhe krejtësisht papritet gjë që ndodhi me humbin e lirisë padrejtësisht. Përgatitjet e mia dhe planifikimet e mia për me arrit dhe me realizu një arsimim cilësor që mi shërby vendit tem, kuptohet, familjes edhe vendit, mirë po përkundër kësaj dëshire dhe këty synimit ndodhi një padrejtësi, gjë që ndodhi me humbin e lirisë padrejtësisht. Unë isha duke përgatit për me regjistru fakultetin juridik, gjithmonë e kam dashur drejtësinë, që për fat keq drejtësia më ka sfiduar shumë. Mirë po, kjo është sfida e jetës, gjë që asnjëherë s'm ka bë me më dorëzu as më nështru kësaj padrejtësie. Unë realisht gjithmonë kam një tip sportiv, aktiv në gjitha pikpamjet dhe në fushën e jetës. Jam marrë me aktivitete sportive, jam angazhuar në një klub futboll dhe në një fshatin Cermian, kam luajtur për ndërshkollën juniors. Kështu që në vazhdimsi kam një tip aktiv që më me sport, edhe kam pas synime dhe ambicie për më shkollu në gjitha nivelet e arsimimit. Pastaj jeta jote mori një kahje krejt tjetër. Si ndodhi gjithçka kjo që jo u burgoset dhe si ndodhi ngjarja, për sa kohë domethënë ka ndodhur vrasja që ju jeni akuzuar dhe fatkeqësisht i keni vuajtur 13 vite burg. Realisht kjo periudhë e vitit 2009, që unë e quaj një histori e trisht, gjë që ka ndodhur me pikën e kthesës në jetën time, që kjo periudhë me këtë padrejtësi që ka ndodhur ndaj meje, që sistemi atëhershëm i drejtësisë me struktura dhe njerëz pa njerëz më kanë shkaktuar padrejtësi në emër të drejtësisë. Kështu që më kanë vjedhur kohën, rinin, shkollën, perspektivën, anën dhe gjithçka. Dhe kjo padrejtësi ka ndikuar drejt për drejt mbi planifikimin dhe realizimin e ëndrave të mia. Vrasja e cila ka ndodhur, që jeni akuzuar, domethënë ti edhe dy shokë tu për një vrasje që ka ndodhur dhe domethënë për këtë e keni vuajtur burgun 13 vite. Si e pritët si lajm edhe në momentin që ju arrestuan, si ishte për ty ky arrest, ku deri edhe sot ju domethënë nuk dorëzoheni dhe kërkoni drejtësi në këtë drejtim për shkak se 13 vite keni qëndruar në burg, domethënë pa e kryer një vepër të tillë. Realisht, sipas atë akuzës dhe rastet të përshkruar në atë akuzë, thuhet se me datën 25 prill të vitit 2009 ne akuzohem se kemi kryer një vrasje në bashkëpunim unë me dy persona të tjerë, edhe sipas akuzës të ngritur nga prokurori i çështjes, me një dëshmitare të rreshme dhe manipulume. Për veprën që akuzohem dhe jemi dënuar në të tretë, unë kam fakte dhe prova materiale që dëshmojnë dhe argumentojnë dhe provojnë pafajësinë time. Realisht, kjo akuzë që është ngrit ndaj meje dhe ndaj aty dy persona të tjerë, për mua ka qenë e habitshme, edhe më kujtohet data 5 gusht e vitit 2009, ku unë kam qenë në moshën 21 vjeçare, jam thirrur në stacionin policor dhe aty për herë të parë ma komentuan që unë dyshohem për një vepër penale vrasje, që unë shpreh habin për atë rast se s'kam pas kurrë motivi. Mirë po, në pritje si për të lirimin ndodhi e kundërta që mu më arrestuan dhe më vendosën në një qeli të stacionit policor. Më kujtohet ka qenë një qeli e vogël, një ambient pa kurrë lloj inventari, përveç një shtrat për betonit edhe një batanie. Aty ka qenë një atmosferë e tmerrshme për moshën time, relativisht që ishte e re. Mirë po, në pritje të asaj që mas 48 orëve do të lirohem për shkak se akuzat ndaj meje ishin të padrejta dhe nuk ishte asnjë motiv i vetëm që unë të jem inkriminuar apo implikuar në atë vepër penale vrasje. Arresti ndodhi vetëm ty apo edhe me dy shokë të tjerë? Ne jemi arrestuar të tretë për një njëjtën vepër, jemi arrestuar mas disa muajve. Sipas aktë akuzës dhe rastet e përshkruar në aktë akuzë, thuhet se vrasja ka ndodhur me datën 25 prill vitit 2009, ndërsa ne jemi arrestuar me datën 5 gusht vitit 2009. Po, dy shokët e tu e kanë vuajtur 13 vite? Po, ne të gjithë jemi kondenuar 38 vite, të gjithë e kemi përfunduar burgun,
Gjatë kohës sa kemi qëndruar në vujt e dënimit, unë vazhdimisht jam kon aktiv në luftën e padrejtësisë. Unë me tërqenien time kam luftu për drejtësi, i kam shfrytzuar gjitha mjetet ligjore që kam pas në dispozicion, gjithherë duke respektuar shkallën e hierarkisë së instancave, duke filluar prej instancave më të ulta deri në instancat më të larta juridike. Ju kam adresuar me shkresë mbi 46 institucione, mbi 1000 ankesa. Kam kërkuar drejtësi për rastin tim. Mirë, për pa fat keq, sistemi i atëhershëm drejtësisë nuk ka qenë një drejtësi e mirëfillt. Rasti im është neglizhuar, është zvarrit, edhe kam dhënë shumë intervista të hetues dhe prokurorët vendor dhe ndërkombëtar, ata ka qenë edhe Oleksi. Ibrahim, me datën kur është kry vrasja, a ka ndodhur që domethënë ju tre shokët keni qëndruar dikun afër, keni dalë thjesht ndoshta për kafe edhe dikush ka dyshuar? Ju po aludoni për një kohën alibi, realisht sipas rastit që është theksoj datës 25 prill vitit 2009, unë më kujtohet që në atë ditë alibin e kam të shtëpia. Realisht nuk kam pas një moshë të tre, dikon 21 vjet. Edhe nuk është që i morë me ndonjë aktivitet përveç aktivitetet sportit edhe të shkollës edhe aty në familje, edhe kështu që më të shtëpia. Për ta dy persona të tjerë, secili merr dhe jep përgjegjësia është subjektive, po me sa më di dhe kam informacione dhe jam 100% i bindur se as ata dy të tjerë nuk janë të inkriminuar as të implikuar këtë vepër penale. Po në momentin që morë, domethënë vendimin që mu burgos, se prite si lajm te dhe familja? Rasti ka qenë për habi, është një lajm ose një vendim është me të vërtetë shumë shokuese kjo. Diçka që ka ndikuar drejt për drejt mbi gjendjen time emocionale, edhe sigurisht që ka pas një faktor, më thonë, negativ edhe në familje, i ka shqetësu, i ka prekupu, edhe normal që i ka mundu për një rast të cilët të gjithë kanë shpreh habi edhe kurreshtje pse na mu akuzu për atë vepër penale vrasje, për shkak se bëhet fjalë për një person me të meta psikofizike. Një person që ka qenë invalid në dorë dhe në kam, edhe ka lëngu për gjendjes mentale. Kështu që ne të tretë, në mënyrë të organizuar, sipas aktit akuzës, edhe sipas skenarit të akuzës, edhe sipas asaj që pretendon edhe dëshmitarja, edhe prokurori, nuk kemi pas asnjë motiv të vetë të tretë në mënyrë të organizuar me vrarë një person me të meta psiqike dhe fizike. I ndjeri në fjalë, nuk ka qenë një person faktor me ndikim në vendin apo rrethin ku ne jetojmë. Aso kon që ma me çështje politike, aso kon një person me ndikim, as nuk e di çaj dikuj i ka shkaktuar ndonjë problem. Për aq sa unë kam njoft në rrethin apo komunitetin ku ne jetojmë. Kështu që ne të tretë nuk kemi pas asnjë motiv të vetëm që ta kryjmë atë vepër penale vrasje. Edhe kështu që nuk kam pas çka me lyp në moshën 20 vjeçare në vendin ose lokacionin ku supozohet sipas rastit të përshkruar në atë akuzë që ka ndodhur vrasja. Jo me familjarët e personit të vrarë, domethënë veç njihni? Po e kemi afër. Ata janë i përkohësin në rajonit të Pejës, ne jemi të komunës Gjakovës, po kemi me një afërsi shumë të afërt. I kemi njoftë edhe më herët se jemi afër, banojmë afër, po ne asnjëherë s'kemi pas problem as me personin e viktimën, po as me familjen e viktimës.